Ramazani po largohet nga dal, pa zë, si qerdhi. Nuk po merr me vete ditët, po lëpas gjurmë. Allahu thot në Kur'an se ditët kalojnë, por ajo që mbetet është ajo që ke mbjell. Këto ditë të fundit nuk janë për me u dorëzu, janë për me u përmbledh, për me e pa veten pas bukurime, për me e pa çfarë ndryshoj dhe çfarë ende pret. Nëse sot e mban një zakon të mirë, edhe pa Ramazan, ke kuptuar thelbin, sepse muaj shkon, por rruga vazhdon.